Prandaj nuk e përmendën Sorosin. Thash. Prandaj nuk u përmend as i fjalë për Trumpin. Prandaj nuk u përmend as i skandal në Bashkimin Evropian. Se ju do shihni që Rama dhe Shqipëria është zhytur aty në Bashkimin Evropian në korrupsion. Që ato tendra që janë bërë këtu. Me urdhën të Bashkimit Evropian. Dhe do dalin, të gjitha do dalin. Dhe unë prandaj them Rama e ka të prerë mandatin nga Amerika. Unë jo pa qëllimin ka thënë Rama ta zgjedhë, do e bëj burgën në Shqipëri apo në Amerikë. Rama po iku në Amerikë, ike me bilet vajte, kthim nuk kam më. Është mbaruar kjo. Tash, siguria kombëtare në Shqipëri dhe presidenti i Republikës nuk thret një mbledhje, keni parë një mbledhje të këtij kapitarit që rri atje, që të mbledhis për siguri kombëtare? Absolutisht asnjë lloj veprimi. Pse është komanduar dhe i kap në Ram. Parlamenti po. Pushtetin po e ka të gjithë vetë. Policin po. Qa doni? Gjitha i ka. Ky vetëm Kespaku, kur është rikthyer, që u rikthyer FBI-ja, në atë moment nuk pat më fuqi ky Kespaku. Flasim drejt. Shifni skandalet që dalin. Po tash jo vetëm retorik, konstatime, me çfarë edhe Rama me lule. Pse hodhe 2 molotov aty? Pra ato 2 molotov vajten erdhën njerëzit aty. Ç'është protesti bëhet dorën 6 darkës. Nëse ti ken mend me udhë Ramën dile bëhet mjes protesti. Bëhet ditën me diell. Nuk bëhet protesta në 6 darkës në 7 darkës. Ku ka protestën në 6 darkës? Në 6 darkës mund të rishti, mund të zgjasësh protestë, po protesta fillon në mëngjes. Aty janë zyrtarët, aty janë njerëzit. Zoti Merkoçi, si mendoni çfarë do të ndodh me Belinda Ballukun? A do të lejoj kuvendi që asaj të hiqet imuniteti, apo në këtë rast Partia Socialiste është duke mbrojtur fort ashtu siç deklaroi dhe vetë Edi Rama që do të pres atë që do të ndodh në janar nga gjykata kushtetuese? Rama do luaj gjithë burrët për sa i përket Belinda Ballukut, patjetër diskutohet për ta mbrojtur. Për ta mbrojtur thash, gjëja e parë, ajo që ka frikë kokën e vet, dhe gjëja e dytë nuk do ta bëj precedent. Dhe sepse ky e ka kthyer tashmë, thash, mafia shtet ka ndërtuar, mafia shtet në mënyrë ilegale, nëse legale, ky do të bëj republikë kryeministrore, pra që ky të vendosin për gjithçka. Por ajo që është e dukshme është që ky nuk i ka të 83 votat për të mbajtur mandatin e Belinda Ballukut. Kjo u pa edhe tek ajo festa që bën këta. Ishin një festa tash për fund vitit që ai kishin dhe çuditërisht nuk i vajtën deputetët në atë festë. Edhe në festën që bëri Taulan Balla në Berat, edhe atje nuk ishin pjesa më e madhe, nuk ishin. Atë festë ka një përçarje aty brenda dhe përçarja është me grupin e Erion Velis. Fatmir Xhafa drejton atë grup, patjetër dhe ka atë forcën, sido që tjetër ka atë forcën brenda se është më i vjetri aty. Kështu që ai do mundohet ta luajë, por gjykoj tashmë që ky do ta luajë lojën për të marrë një vendim gjykata kushtetuese, por nëse gjykata kushtetuese shtyu një herë surrat me atë vendim që mori, nuk e besoj që do të arrit ta pshtyj përsëri në surratin e tij edhe të marrë vendimin që mund të dirigjohet nga Rama tek Gent Ibrahimi. Njeriu i Sorosit komandon aty. I komandon të gjithë ata që janë aty dhe i shantazhon. Qoftë Gent Ibrahimi apo edhe ata që nuk kanë qenë ndonjëherë gjyqtarë, se po ta vesh re edhe në rezultat që kanë dalë 5-3, po të shohësh vendimin e gjykatës kushtetuese të tre që janë gjyqtarë kanë dalë kundra dhe kanë bërë një argumentim ligjor. Nësa pjesa tjetër që nuk kanë qenë ndonjëherë, nuk kanë shkëlqyer në sallë gjyqit,
Nuk e njohin fare gjykatën, po janë vënë atje për hatër të njërit edhe për hatër tjetër, miku njërit dhe miku tjetër, kjo i sosit, kjo është gruaja filonit, kjo nipi filonit, to pastaj janë vendim skandaloz. Prandaj them, nuk besoj më se edhe në janar nuk besoj se ajo gjykatë do të marrë në vendim të tillë. Por sido që tjetë, çfarëdo vendimi të marrë, unë garantoj që plani B i Amerikës do gjykoj se do zbatohet para vendimit të asaj gjykate. Them unë, sepse Amerika nuk mund të pranojë që të shtyhet në këtë lloj forme dhe të bëhet ky lloj kashilliku, kashiramës, dhe duke legalizuar tashmë edhe atë me atë paqen fiskale që bëri, duke dashur të ndryshojë edhe kodin penal, pikërisht për t'i bërë paraprit dhe për të bërë mbrojtje. Prandaj i bën Rama shtyjet një pas njësh, pikërisht sepse ai kërkon të japi disa variante dhe disa versione të cilat do të ndryshojë edhe kodin penal për të zbutur ato dënimet e tij, për të bërë ato faljet, dhe kështu që nuk besoj se Amerika do ta lejojë, sepse është ka harxuar shumë para për këtë lloj drejtësie, pavarësisht se si u nis, se si u bëre, por sot ata tek e fundit është buxheti i shtetit tyre dhe nuk pranojnë ata që të humbasin në këtë lloj forme. Dhe plus pastaj është edhe do të shohim pak edhe atë pjesën politike dhe diplomatike. Amerikanët politikisht nuk mund të humbin, bazë diplomatikisht nuk mund të humbin. Nuk e besoj se do të përulen me gjithë të skandalin që ka bërë ky njeri, me gjithë to ofendime, me gjithë to sharje, me gjithë to talli që ka bërë, qoftë edhe me vetë presidentin Trump, nëse ju kujtohet, ajo që bëri me Macronin ishte skandaloze, kur gjithë mediat e botës me të dhe Trumpi nuk besoj se kalon dhe ajo që është kryesorja pastaj që Trumpi ka dhe një në stafin e tij ka Suzin e cila ajo i bën gjithë agendat dhe gjithë programet e Trumpit, një njeriu më i afërt i krahut djathtë, themi sot Suzi është krahut djathtë i Trumpit, pavarësisht nga pozicioni që është shef i kabinetit, po ajo është krahut djathtë i Trumpit dhe është një nga antikomunistët më të mëdhaja, themi, sepse e ka hequr në kurrizin e saj atë komunizmin, kështu që e njeh mirë ajo se si luhet loja, dhe ajo ka qenë pengesa kryesore e Ramës për mos me taku apo mos me pas asnjë lloj komunikimi, qoftë edhe me shikimin me Trumpin. Kështu që them që pavarësisht nga loja që ky do bëj dhe do mundohet ta bëj, një gjë që unë e kam paralajmëruar tash unë kur kam thënë që ky do bëj do mundohet ta marrë pushtetin me çdo çmim, pikërisht kjo ka qenë. Domethënë ajo thënia ime për sa i përket Ramës. Por tash është ajo qoftë dosja me Konigale e hapur, qoftë edhe Sinaloa, që implikojnë direkt me sigurinë e Amerikës, nuk është puna vetëm siguria kombëtare, por një nga gjërat pastaj që prap ngelemi aty ku dhëm më tepër, pavarësisht është aksi një, por gjëja më kryesore që dhe më shumë pastaj që Amerika është e përfshirë totalisht, mos harrojmë se jemi vendi i NATO-s, dhe është Porti i Durrësit. Porti i Durrësit është ai që unë kam thënë do t'i haj kokën të gjithëve. Dhe kur them të gjithë pa përjashtim të asnjërit, sepse janë në Port Durrësit janë bërë shumë pisliqe, janë shumë afera në Port Durrësit, janë shumë manovrime që janë bërë në Port Durrësit dhe janë të përfshirë të gjithë, pa përjashtim. Të gjithë janë prandaj dhe nuk e përmenin shumë Portin e Durrësit, pa e bëjnë një deklaratë kalimtare. Vetëm për të mbetur te Porti i Durrësit, duhet të theksoj që Porti i Durrësit në vitet e kaluara ka qenë pothuajse lajm jo i përditshëm, por një herë në javë të paktën do të kishte një lajm në Portin e Durrësit që do të kapeshin qoftë drog, qoftë kokainë apo raste të tjera, ndërkohë tashmë është çdo gjë në qetësi. Nuk është problemi tek lajmi i Portit Durrësit tek kokainën, sepse kokainën kur ikën
2 kontener me kokain kam qenë unë që nuk ka qenë për kam qenë unë që kam denoncuar. Iken, qofte edhe për mbetjet, kur unë fola për mbetjet që u nisën dhe ikën nga porti Durrësit, nuk ka fol njeri. Vetëm u desh një organizat pastaj ndërkombëtare që doli dhe tha që prit se patjetër që u bë ajo që u bë. Dakor? Por nuk e kam problemin qofte kë kokaina apo ke kjo që bëhet. Si Port Durrësi dhe Porto Romano. Transferimin tek Porto Romano, kur Kalata 1 shkon në Porto Romano dhe ka pas një Gjerman, dhe ai Gjermani i fshehur me disa persona të tjerë që janë edhe publika, bëjnë edhe moral. E bërën edhe i gjyq, morën ja 15 milion euro, pastaj e shitën Kroati vazhdon bën atë tregtinë e plerave, mbetjeve, më thash vazhdojnë akoma.